Kemi 35 vjetë që protestojmë, po ne trokasim në derën e Shurdhit, sepse politika jonë 35 vjeqare është një politikë e shurdhër, është një politikë, janë politikanët, janë hajdut që kanë vjedhë gjithë pasurin e popullit, kanë shpërndar asetet e klasës punëtore që kishim ne si mbas qefit, i ku qeveria e pare e blus e PD-s, që për atë ne kemi sakrifikuar dhe jetët tona dhe kokën tonë. Erdi qeveria roz, qeveria specialiste, sepse ne e shohim ndërtesat dhe rrugët që ka bërë Italia fashiste s'kan asnjë të qarë. Rrugët që bën Partia Socialiste po vend të gjitha në lumë, i merë lumi. Kështu që ne kemi kryeministrin ton 2 metra pik 2 të gjatë, që është një buri gjatë, dhe është një gënjeshtar, po si nuk i vjen turp, sa i dhe në gjunjë të ullet, prap del më i gjatë, është më i dukshëm para popullit. Nuk kanë turp këta, a i që në vitin 2013, sa mori pushtetin, premtoj, sepse do krijonte, do bënte statusin e minatorit. Ne nga ka parë çdo të hynte poshtë pengjeres të tij dhe asnjëherë nuk ka marë statusin e minatorit, dhe kur unë vajtat e piramida që protestova individualisht, tha e keni statusin. I duket statusit kryeministër që dha një bonus në vitin 2019 me 1% për punojësit e nën tokës. Milva Ekonomi, mua më ka marrë librezën e ka fotografuar, po gojën nuk e hapë. Edhe turpi më i madhë që në seancën parlamentare, që u dhanë 74 vota kundra nga të gjithë pinjollët e PS-s, edhe 14 nga të PD-s. Kishte fëmijë minatorësh, Doril Xhelal Zmziu e diskutoi vina një krahin e minatorëve tha, bashkë me Eduard Kaprin me këta, dhe si përfundim nuk votuan. Ikën nuk votuan, u morën 14 vota nga ata dhe 75 nga PS-ja, prandaj ne kërkojmë të thrasin mendjes se dhe ne do të bëjmë në një budallik pasaj. Kur thaj Molotovët po ja futim, do t'ja futim ati në gojë, jo t'ja hedhim ndërtesave, se ndërtesat janë bërë me gjakun e popullit.